Në daljen e tij të parë për vitin 2026, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e nisi me një koment për kapjen e presidentit Nicolas Maduro nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha tha se ky është një lajm i mirë edhe për vendin tonë. Këto zhvillime në Venezuelë janë një inkurajim shumë i madh për opozitën shqiptare për të bërë detyrën e vet largimin sa më shpejt nga pushteti të një personi, të një diktatori që qëndron mbi votën e grabitur, mbi lidhjet e tij me krimin dhe drogën dhe vjedhjet e shqiptarëve. Berisha komentoi edhe fjalimin e fundvitit të kryeministrit Rama, të cilin e quajti si një rrëfim të fajësive të tij. Në prag të vitit, Edi Rama apo Ramaduro i shpalli luftë të hapur sistemit të drejtësisë dhe pranoi të gjithë fajësinë e tij. Kryedemokrati theksoi se do të nisë puna për një riorganizim të partisë. Por jam plotësisht dakord me ty që një punë më e madhe duhet të bëjmë për riorganizimin e Partisë Demokratike dhe ju siguroj se do të bëhet. Berisha bëri me dije se do të ketë edhe takime me forca të tjera politike për një front më të gjerë opozitar. Së shpejti ne do organizojmë një tërheqje të përbashkët me forcat politike dhe faktorë të tjerë të shoqërisë shqiptare, pikërisht për të krijuar një front sa më të gjerë të përbashkët në këtë betejë vendimtare për fatin e demokracisë në Shqipëri kundër Edi Ramës. Për të rrëzuar Ramën, Berisha ofroi protesta të vazhdueshme si zgjidhje, teksa siguroi se do të ketë qeveri teknike. Protesta e vazhdueshme do fillojë pa asnjë diskutim dhe është rruga e vetme për t'u ndarë me këtë regjim. Sali Berisha siguroi se vendi do të ketë qeveri teknike, e cila sipas tij do të besohet nga të gjitha palët dhe mbështetet nga të gjitha palët.